me dënim me burgim të përjetshëm. Me lote duar trokitje nga familjarët e të ndjerit Bedre Rexhepi është pritur vendimi i gjykatës themelore të Prishtinës për vrasjen e tij. Jeton e Nexhat Vllasaliu janë shpallur fajtore janë dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e biznesmenit të Rexhepi të kryer në vitin 2021. Të pranishëm në shpalljen e aktgjykimit nuk ishin asnjëri prej të akuzuarve që janë aktualisht në paraburgim. Kjo gjykatë në bazë të dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës si dhe dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit i gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Dënimin maksimal ndaj dy vëllezërve, familja e Bedre Rexhepit e cilësuan si meritore të pritur. Pas një procesit të gjatë, natyrisht dëmshëm për familjen e dëmtuar, një proces i cili u shoqërua me shumë sfida e përpjekje për të ardhur të drejtësia. Sot familja e dëmtuar mori së paku një satisfaksion moral për dënimin që është shqiptu atyre që bën gjithçka për ta mbuluar një krem. Sot drejtësia foli, sot plagët janë më të lehta, ndërkaq dënimi i shqiptuar është dënimi i pritur. Pas pranimit të aktgjykimit të plot, avokati i Nexhat Vllasaliut thotë se do t'i drejtohen gjykatës së apelit. Nuk e kumprit këtë dënim sa i përket klientit tim Nexhat Vllasaliut, unë e vendim i rond, burgi përjetshëm, në bashkëkryrje, gjatë shërtimit kryesor ne kemi cek të gjitha të metat të cilat i ka pas akt akuza, fatkeqësisht ato nuk janë përfillë. Mirë po, ky nuk o vendim përfundimtar, o vendim i shkallës parë, do të shoqërojmë të ardhmen se si do të rrjedhin gjërat. Sipas aktakuzës së prokurorisë, nga janari deri në prill të 2021-s, të pandehurit të Vllasaliu në bashkëkryerje pas marrëveshjes paraprake, kanë planifikuar e organizuar vrasjen e Bedre Rexhepit me qëllim të fitimit të dobisë pasurore. Aty thuhet se i pandehuri jeton në mënyrë tinzare e kishte ngulfatur deri në vdekje viktimën me mendimin se ka me vete shumën prej 30.000 eurove. Kufoma e tij ishte gjetur një vit pas në disa male të Novobërdës.